Depresioni nuk është trishtim, por mpirje e brendshme. Shumë mendojnë se depresioni do të thotë të qash vazhdimisht. Në të vërtetë, forma më e rëndë e tij është boshllëku emocional. As gëzim, as dhimbje, vetëm mungesë ndjesie. Kjo e bën depresionin veçanërisht të rrezikshëm, sepse njeriu pushon së reagori ndaj jetës. Shumë njerëz depresiv funksionojnë normalisht, punojnë, qeshin, flasin, por brenda ndihen të lodhur nga vetë ekzistenca. Kjo quhet depresion funksional dhe shpesh mbetet i padukshëm për vite me radhë, sepse shoqëria e ngatron funksionimin me shëndetin. Kur dikush është në depresion, mendimet negative duken të vërteta absolute. Nuk vlej, nuk ka shpresë, gjithçka është e kotë. Këto nuk janë fakte, por simptoma. Depresioni nuk është mendim realist, por një filtr i errët mbi realitetin. Shpesh vjen pas periudhash të gjata presioni, sakrifice, dhimbje të pashprehur ose mbajtje të emocioneve brenda. Trupi dhe mendja fikin dritat për të mbijetuar. Fjalit mendo pozitivisht rrallë ndihmojnë. Ajo që i mungon një personi në depresion nuk është forca, por kuptimi. Rikthimi i kuptimit është shpesh hapi i parë drejt shërimit. Lexoj Hysni Valiu.